ky popull derisa nuk e kupton se duhet të jesh i drejtë ndaj çdo kujt, ky nuk ka me pas ditë bardha. Njerëzit këtu zakonisht unë i kam dëgjuar, me njëherë unë ndërleshin te ky Petro Marko, që ai ka bën një libër, intervistë me vetveten, unë natyrisht e kam lexuar herët atë libër, po kjo ka në botë ka shumë autorë që kanë shkruar libra me këtë titull. Domethënë kjo nuk mund shme ikti këtij titulli. Edhe unë kam qenë i detyruar që ta shkruaja se kurkush mund nuk e njeh jetën time në profesion sikur se e njeh unë. Rrugët e mia, dikush i njëron, dikush i mohon, dikush knej, dikush anej, po unë kam dashur që unë nuk i lejoj për shembull që puna jame më mohu. Kjo duhet mu ditë. Unë tregoj çka kam punu. Kam punu, kjo është kronologji e jetës ime në profesion. Edhe unë tregoj në pika shkurta, gati për gjitha periudhat, se çka kam bë dhe çka ishte pasojat, çka ka ndodhur, pse ka ndodhur, etj. E keni zë veten ngushtë ndonjëherë në ndonjë pyetje që ja keni bërë vetes në këtë libër? Po, ja kam bë me qëllim. Ja kam bë me qëllim ka herë. Për shembull, në një vend unë them se nëse unë nuk i realizoj të drejtat, kjo është jo vetëm dhe drejta, se unë luftoj për drejta. Ton jetën time unë luftoj për drejta. Se unë shamaj kur kujt drejtat, po nëse dikush quhet e thot këtij si takojnë të drejtat, atëherë duhet me mota e veten, duhet me kallëzu pse s'm takoj këto drejtat mu. Pse s'm takoj këto drejtat mu nga zari, kupton? E kjo duhet bëhet e madhe, ky popull duhet me ditë çka ka ndodhur nga zari. Ky popull nuk guxon mos me ditë çka ka ndodhur. Se janë bë ambasador njerëz, janë bë se i kanë ndërtu karrierat e veta. O i kanë ndërtu me ignorim, ose tu i shkel të drejtat e tjerëve, ose i kanë realizuar të drejtat e veta. Kjo është një fakt që s'mund të mohohet këtu. Prandaj unë e them, në një pyetje dikun ka funi them, se unë nuk e quaj natyrisht se unë kam thonë, nëse unë nuk i realizoj të drejtat, atëherë të drejtat e mia mi ka mohu. Ai që unë nuk i them ashtu, po i thot zemra e plast, populli serbëmadh shqiptar. Edhe kur them populli serbëmadh shqiptar, natyrisht nuk mendoj për popullin tam, se unë ja kam kushtuar jetën këtij populli. Edhe dje, edhe pardje, edhe sot, edhe nesër, derisa të jam gjallë kam ja kushtuar jetën. Por ky popull derisa nuk e kupton se duhet të jesh i drejtë ndaj çdo kujt, ky nuk ka me pas ditë bardha. Kur për jetën e jetëve, kur të menojmë na si duhet të jemi të drejtë ndaj secilit, atëherë na kemi rrugë të bardhë. Edhe jo vetëm kjo është për fatkeqësi, kjo duhet të na shqetësu tonëve, jo vetëm serbëmadh, për fatkeq. Se nëse dalim histori, e gjojmë kush e ka pushtu Tivarin, ai ka qenë një shqiptar i asimilum në slav. Ta ka pushtu Tivarin. Kush ka qenë Mark Milani, nona e tij nuk ka ditë me fol serbisht. Ka qenë shqiptar, ai ta ka qafën e Previsa, ai ta ka kriju. Ta ka masakrën e qafës së Previsa, etj. Kush ka qenë Xhafer Musiqi, që i ka shkaktu aq probleme Kosovës 45-t, e Shaban Polluzhës, e të tjerëve, luftarëve të tjerë, ka qenë Xhafer Musiqi. Xhafer Musiqi ka qenë në origjinë shqiptare i Plovës, boshnjak po i